Nuk po në menuva që më keni thirrë në politikot e kushtrimi. Të studia atje? Jem su drejtë me vazhdu. Gjash, ma mirë të sporti se të politika. Po, atina e kum njoftë babën, mushicës. Po, për Gentën kam me kalzu një histori, jo për ty, po për Genta Ismailin. Se thash cilën qarje, a thua val do t'a tregosh në emision. Kena qenë herë të udhëtu që Genta është gjollë në Zvicër rjeton, me aeroplan, ka qenë edhe ish presidenti Thaçi me neve, për Zvicër e të jarë, por nuk ullshu aeroplane prof në Prishtinë, se ish kiamet, vetim, bubullim, edhe në thësha e zëtë rëdzoma, dhe isha me dek me Genta Ismailin, se imagina me dek në traktor nga të vjerë, e ullshu në shkop tani, e se përmend Gentën mu kujtu Genta Ismailin. Falenderoj që më keni thirrë. Për sunte. Shumë kënaqësi që të kemi. Unë e dini që në futbol, unë edhe futbolli veç i sholla të maniman sonte, Ja, me kapin e mirë. Nuk besoj në sfushorë konë edhe asistimet i ka Ani pas. Gjuda në tha prom gjazha po vje me motor, thash ai gora adë më thonë me kert kole, isha ardi qysha dhe. Se nuk viti nga qës motorit, e kemi këtu një aprila nga automita. Kena posë vlo motor në anabrinja atjeve as bicikletë s'kena posë. Okej, para se ta nisim diskutimin, t'i falenderojmë ata cilët e mundsojnë realizim.